Kolegu Burim Zariqi është para kuvendit të Republikës sonë dhe mund të ketë më tepër informacione se të gjithë ne. Apo jo, Burim? Paka shumë ato që po i lexoni edhe ju Lorik, i kem transmituar edhe në portalin tonë të Radio Televizionit 21 që është konfirmuar, na kanë konfirmuar para pak minutave zyrtarët e vetëvendosjes se kanë thirrur një mbledhje të grupit parlamentar në orën 13, aty ku do të diskutohet për hapatutje se si do të vendosin për çështjen e seancës për zgjedhjen e presidentit të ri, por deri më tash të gjithë zyrtarët e vetëvendosjes dhe të subjekteve të tjera janë të mbyllur të tregojnë se kush janë kandidatët potenciale për president. Përveç asaj që ke marrë vesh nga burimet tona brenda subjekteve politike, deri më tash vetëvendosja synon që të vendosë në kandidaturë Andin Hotin, si dhe Glauko Njufcen, por nga vetëvendosje këta dy emra nuk janë konfirmuar ende, nëse zyrtarisht i kanë mbledhur nga 30 nënshkrime për gjithë secilin sa i përket kësaj kandidature. Kemi Albrien Agafsin, shefin e grupit parlamentare, e cila sapo hyri në objektin e kuvendit, ku do të mbahet, siç e tham, mbledhja në orën 13 midis grupit parlamentar të vetëvendosjes. Ajo që lënë të hapur zyrtarët e vetëvendosjes gjatë bashkëbisedimit i larg kamerës, thonë që mund të thirret sot një seancë në orët e pasdites për çështjen e presidentit, por mund të ndodhë që seancë e tillë të thirret edhe nesër, sepse sipas interpretimeve që japin zyrtarët e vetëvendosjes, ka afat edhe nesër, pra deri me 5 mars në orën 12 në mesnatë që të thirret një seancë për zgjedhjen e presidentit. Sipas interpretimeve, do të thotë presidentja Vjosa Osmani ishte betuar me 4 prill, pra të vitit 2021, që sot praktikisht është dita kur është betuar para 5 viteve zonja Osmani, mirë po, sipas interpretimeve kushtetuese thuhet që llogaritet 30 ditë në ditën kur ka filluar punën zonja Osmani, pra që i bie me 5 mars, që i bie të ketë afat edhe nesër për thirrjen e një seance. Krejt kjo mbetet në interpretimin siç e bëjnë zyrtarët e vetëvendosjes, por edhe disa analist apo njohës të çështjes kushtetuese. Mirë po, sa i përket takimeve midis liderëve, është lënë mundësia e hapur nga vetëvendosja se sot lideri i këtij subjekti politik, kryeministri Albin Kurti, mund të takohet sërish me kryetarët atë të PDK-s Vedri Hamza dhe të LDK-s Lumir Abdigjiku, por një takim i tillë nuk është konfirmuar dhe se ne jemi këtu duke qëndruar në pritje nëse ka ndonjë lëvizje sa i përket këtij takimi. Dim që kryeministri Kurti është brenda objektit të qeverisë, veturat e tij janë të parkuara në gjendje gatishmërie përpara objektit të qeverisë, mbetet për të parë nëse do të ketë lëvizje këtyre minutave për të ardhur në objektin e kuvendit ku mund të ndodhë një takim, nëse mund ta quajmë përfundimtar midis liderëve në tentim për të gjetur një zgjidhje siç e quajnë ata për një emër konsensual sa i përket emrit për president të ri të Kosovës. Krejt kjo mbetet një farë forme, siç e thatë edhe ju në hyrje, një farë mjegulle sa i përket rreth kandidaturave potenciale, sepse zyrtarisht askush nuk e thotë se kush do të jetë. Në një bisedë që kisha pak minuta më parë me deputetin e PDK-s Xhavit Haliti, ai tha që zoti Kurti i ka propozuar pra 2 emra potencial, që është, e tham qysh në hyrje, se është Glauko Njufca dhe është Andin Hoti, pra djali i Ukshin Hotit, njëherësh ministër i përcaktuar në qeverinë e re Kurti 3, por tha që nuk do të votojnë askënd nga vetëvendosje pa pasur një marrëveshje paraprake për një kandidat, siç kërkojnë partitë opozitare, për një kandidat i cili do të ishte midis konsensusit, pra një kompromis midis partive politike për një emër që do të merr 80 vota e përmbi. Por deri më tash mbetet gjithçka në pikpyetje. Zoti Haliti e tha që kushtetuta e thotë që deputetët duhet të qëndrojnë në sallë gjatë votimit për çështjen e presidentit,
por mbetet se si do të vendosë partia, tha, nëse PDK do të qëndroj apo jo gjatë seancës për zgjedhjen e presidentit, kur në momentin kur vetëvendosja e propozon një emër të saj pa pasur një marrëveshje politike, sepse këto është edhe telarshja se partitë politike opozitare kanë thënë që pa një marrëveshje politike nuk e votojnë asnjë kandidat nga vetëvendosje për president. Dhe nëse është kështu, i bie që nuk mund të marrë asnjëri vota për të u zgjedhur president i ri i Kosovës. Zoti Kurti i ka dhënë një mundësi PDK-s konkretisht që nëse dëshiron ajo që të propozoj një kandidat, zoti Kurti i ka ofruar 8 nënshkrimet e tij që t'ja bëjë të mundur 30 nënshkrime për një kandidaturë. Por kjo sipas edhe zotit Haliti edhe zyrtarëve të tjerë të PDK-s është një lojë e zotit Kurti për të hyrë garës sa për t'ja bërë quorumin edhe kandidaturës vetëvendosjes për të zgjedhur presidentin e ri. Dhe